Në një mal pranë qytetit të shenjtë Qom ndodhet Fordo, një nga objektivat më të mbrojtura bërthamore në botë. I ndërtuar në fshehtësi në fillim të viteve 2000, Fordo është vendosur rreth 80-90 metra nën tokë dhe përmban qindra centrifuga që pasurojnë uranium, të mbrojtura nga tunele të thella, sisteme ventilimi, këto të maskuara dhe të mbrojtura ajrore më të avancuara iraniane dhe ruse. Zbuluar për herë të parë në vitin 2009, objektivi është ndjekur nga afër nga agjencitë ndërkombëtare. Dokumentet e inteligjencës izraelite të vitit 2018 tregojnë se Fordo është ndërtuar për të prodhuar uranium me cilësi ushtarake, mjaftueshëm për 1 deri në 2 koka bërthamore në vit. Sipas IAE, Iran ka mbërritur në nivelin e 83.7% të pasurimit të uraniumit pranë pragut për prodhimin e armëve bërthamore. Në sumet ajrore të qershorit 2025, Izraeli goditi zonën rreth Fordoit, por nuk arriti të deportojë në hapësirat e tij nëntoksore. E vetmi armë që mund ta bëjë këtë është GPU-57, një bombë amerikane bunker booster që peshon mbi 13 ton dhe mund të shkaktojë struktura të thella, dhe kjo bombë mund të lëshohet vetëm nga bombarduesi amerikan B-2 Spirit. Dërgimi i avioneve B-2 në bazën Diego Garcia është parë si një paralajmërim. Megjithatë, përdorimi i GPU-57 do të kishte pasoja të rënda diplomatike dhe mund të përshkallëzonte një konflikt më të gjerë në lindjen e mesme. Fordo mbetet një objektiv strategjik dhe simbol i tensioneve të vazhdueshme mes Iranit dhe Perëndimit.